armët kimike siriane do të shkatrohen në Shqipëri. Burime diplomatike në Këshillin e Sigurimit të OKB-s konfirmojnë se qeveria amerikane është shumë pranë nënshkrimit të marrëveshjes me palën shqiptare. Qeveria e re vendosi të ndalë importin e mbetjeve në vend, por referendumi i datës 22 dhjetor është ende në fuqi. Për të zgjitur ngërçin ligjor, KQZ kërkon ndihmën e presidentit. Një tjetër faturë majme i shtohet Arkës së Shtetit. Ministria e Financave çel së shpejti tenderin për kompanitë që do të ofrojnë konsulencë për thesarin e shtetit. Një skandal që prek politikanët e lartë shqiptar ka shpërthyer në Britani, ku një kamera e fshehtë zbulon deklaratat e zëvendës presidentit të konservatorëve se ai ka kërkuar 3.000 sterlina dhe 3% për çdo investim që mund të sjellë në Shqipëri. Tatimet mësym në gjithë Shqipërinë, administrata tatimore synon të ulë informalitetin e lartë ekonomisë që rendit vendin ton pranë natyre afrikane, por dhoma kombëtare amerikane ankohet për sjellje arrogante të tatimeve. Përballje të forta në mbrëmjen e sotme të Ligës së Kampionëve, miliona sportdashës do të ndjekin sot supersfidën mes Barcelonës dhe Milanit. Mirëmbrëma dhe përshëndetje të nderuar teleshikues. Si uroj mirëseardhje në edicionin qendror të lajmeve në Agon Channel. Unë jam Sonila Meço, do të jemi së bashku për gjatë këtyre minutave për të njohur me ngjarjet dhe zhvillimet kryesore që e kanë shënjuar ditën e sotme. Natyrisht në qendër të vëmendjes është debati nëse Shqipëria do të jetë apo jo destinacioni i shkatrimit të armëve kimike të Sirisë. Duke u referuar të dhënave diplomatike, burimeve të sigurta pranë Këshillit të Sigurimit të Organizatës Kombeve të Bashkuara, rezulton se qeveria e Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe ajo shqiptare janë shumë pranë arritjes së marrëveshjes. Ndërsa Foreign Policy shkon më tej duke cituar 2 diplomatë të rëndësishëm të tregojnë se tashmë Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të ofrojnë asistencën e tyre, ashtu siç parashikohet në rezolutën në fjalë të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Qeveria shqiptare ndodhet shumë pranë nënshkrimit të një marrëveshje me Shtetet e Bashkuara për shkatrimin e armëve kimike të Sirisë. 2 diplomatë të Këshillit të Sigurimit të OKB-s konfirmojnë lajmin për revistën e njohur amerikane Foreign Policy se Shqipëria shihet si destinacioni më i mundshëm për asgjësimin e këtyre armëve pas shkatrimit të arsenalit të saj kimik në vitin 2007. Sipas propozimit amerikan që nuk është bërë publik, Shtetet e Bashkuara do të furnizojnë Shqipërinë me laborator të lëvizshëm, të aftë për të shkatruar gazin ervin përmes një procesi të quajtur hidrolizë. Një nga diplomatët e Këshillit të Sigurimit konfirmoi se janë shtuar gjasat që Shtetet e Bashkuara të sigurojnë laboratorët për shkatrimin e agjentëve nervor brenda territorit shqiptar. Misioni shqiptar në Kombet e Bashkuara nuk i ka komentuar informacionet, ndërsa ai amerikane cilëson këtë një çështje që i përket Departamentit të Shtetit. Një zyrtar i departamentit nuk bëri komente për ndonjë marrëveshje me Shqipërinë, por tha se Shtetet e Bashkuara inkurajojnë vende të ndryshme të sigurojnë mbështetje me personel, ekspertizë teknike, informacion, pajisje dhe asistencë financiare për të realizuar synimet e OKB-s dhe organizatës për parandalimin e armëve kimike, ndërsa po diskutohen me partnerët ndërkombëtar mënyrat më efektive dhe më të shpejta për eliminimin e programit të armëve kimike siriane. Një ditë më parë dhe gazeta franceze Le Monde publikoi lajmin se Shtetet e Bashkuara i kanë kërkuar Shqipërisë të pranojë shkatrimin e armëve kimike siriane në territorin e saj. Propozimi është bërë palës shqiptare javën e shkuar, ndërkohë që Tirana po e shqyrton me kujdes kërkesën. Gazeta i referohet edhe deklaratës së shefit të diplomacisë shqiptare Ditmir Bushati, që gjatë një vizite zyrtare në Francë pranoi ekzistencën e ofertës, por tha se ende nuk është marrë një vendim nga qeveria dhe as nuk ka patur diskutime në nivelin teknik. Natyrisht që ky debat mbetet i hapur aktualisht, përsa kohë që nuk ka një reagim zyrtar nga ana e qeverisë shqiptare, ku faqet e shtypit ndërkombëtar mbushen me citime të diplomatëve të rëndësishëm ndërkombëtar, e tashmë kur ekziston dhe baza ligjore, si marrëveshja e Shtetit Bashkuar të Amerikës së Rusi nga njëra anë, ashtu edhe rezoluta e Këshillit të Sigurimit që inkurajon Shqipërinë të ndërmarrë një proces të tillë. Cilat janë pasojat e këtij procesi? Sa shanse ka Shqipëria të shndrohet në një destinacion të shkatrimit të arsenalit kimik të Sirisë? Për diskutuar në lidhje me këtë çështje në studio kam të ftuar politologun e njohur zotin Afrim Krasniqi. Mirëmbrëma zoti Krasniqi. Faleminderit që pranuat ftesën. Mersi. Diskutime të mëdha, debate të shumta përtej atyre zyrtare, të cilat duket se janë shmangur deri më tani në deklaratat e zyrtarëve të rëndësishëm të vendit. Pyetja e parë është kjo. Këto deklarime të diplomatëve dhe citimeve, i ngjajnë më shumë si një testim terreni apo përgatitje për të shndruar Shqipërinë në një destinacion të mundshëm? Unë kam përshtypjen që vendimi është marrë dhe është dhënë parapëlqimi nga pala shqiptare. Kështu që ajo çfarë i mungon në këtë rast, si shumicën e rasteve, është transparenca publike e organeve vendimarrëse ndaj qytetarëve shqiptarë.
vetë politikanët, zyrtarët e lartë në bisedime dypalëshe, me palën amerikanët, me palën e NATO-s, po themi, dhe partnerët tjerë strategjik, e kanë dhënë konfirmimin para prak për këtë gjë. Fakti që ne citohemi nga agjensitë njohura ose organet njohura ndërkombëtare do thotë që ata kanë një bazë reale mbi këtë vendimarrje. Dhe praktikisht edhe ata që konsiderohen drejtuesi kryesor ushtarak janë në dieni tashme tek këtij lloj veprimi. Pra, nëse mund ta cilësojmë atëherë përgatitjet të terrenit, dhe zgjetur dhe një formë tranzitore ndaj qeverisë mund të jetë në një moment të vështirë përballë reagimit të publikut, pyetja është kjo: nëse ka një bazë ligjore që inkurajon Shqipërinë si vend antar i OKB-s ta ndërmarrë një gjë të tillë, ç'të keq e ka në fund të ditës? Problemi madhor është që gjërsa nuk kemi informacion zyrtar dhe publiku nuk informohet, lindin spekulimet e shumta. Në praktikën e shumicës vendeve të NATO-s, shumica prej tyre aplikojnë praktikisht shkatrimet e tilla të armëve bërthamore. Rasti është konkret në rasti i Sirisë, por ajo që është ky kuptim më madh është praktika se si do ndiqen të rast. Për qenë më konkretisht, nëse do vinë armët siriane, dhe unë besoj që do vinë, Shqipëria do jetë një destinacion jo për t'i shkatruar, po vendi ku do shkatrohen, sepse për t'i shkatruar do duhet ketë tender ndërkombëtar dhe zakonisht në dy praktikët e mëparshme ka fituar një kompani zvicerane. E tillë do jetë edhe tani, një kompani e njohur perëndimore, e mbikëqyrur nga partnerët tanë dhe mbikëqyrur nga autoritetet zyrtare. Kështu e parashikon edhe rezoluta, asistenca e plot Shtetet e Bashkuara të Amerikës në procesin në fjalë. Për arsye se Shqipëria nuk ka kapacitete teknike dhe nuk ka kapacitete as njerëzore. Megjithëse citohet fakti që në 2007 janë shkatruar 16 ton armë kimike, pavarësisht se kanë qenë të një natyre disi më të ndryshme nga ato që presupozohen të shkatrohen tani, përballë 1300 tonëve të Bashar al-Assadit. Edhe në këtë rast kanë qenë kompanitë e huaja që kanë vepruar në Shqipëri dhe ky është një detaj shumë i rëndësishëm për të kuptuar që nuk ka nevojë për një alarm të madh. Ka nevojë për siguri, por çdo vend është i detyruar të marrë risk kur është pjesë e një aleance, siç jemi ne me NATO-n, po themi. Dhe në këtë lloj rrethanash, nëse ne balancojmë anët pozitive negative, unë nuk shoh ndonjë arsye të madhe për t'u alarmuar. Me këtë lloj zhvillimi, Shqipëria krijon një partneritet serioz brenda përmena NATO-s dhe krijon një moment sigurie në raport me shtetet e tjera, që do thotë Shqipëria përveç se ka një potencial për qenë partner, ka një potencial për qenë një moment të rëndësishëm të politikës ndërkombëtare për të bërë aktor, ku përfshihen dhe SBA-ja, dhe Rusia, dhe vende të tjera me rëndësi në politikën globale, por edhe jep një mesazh tjetër teknik që do thotë armët kimike në Shqipëri nuk kanë rrezik, nuk kemi ndonjë organizat trafikantësh, krimit organizuar, apo terroristësh që mund të përfitojnë nga këllë situatë. Megjithatë qëndrojmë pak këtu, sepse janë disa shtete, Rusia, e cila parashikohet në marrëveshjen me SBA-n, që nuk mund të përdoret si një vend për shkatrimin e armëve, por kemi Turqinë, Norvegjin që tashmë e kanë refuzuar. Përpara se të shkojmë aty, për të kuptuar se për çfarë arsenali bëhet fjalë në vetvete, për pos 1300 tonëve tashmë të deklaruara nga qeveria e Bashar al-Assadit, ne do ndjekim një kronik e cila tregon një moment tjetër të vështirë me cilën po përballet komuniteti ndërkombëtar. Nëse ky arsenal është i vërteti, apo nëse regjimi i Bashar al-Assadit ka ende armë të padeklaruara. Ky fakt pohohet nga shërbimet sekrete. Ndjekim kronikën. Shtetet e Bashkuara janë duke shqyrtuar të dhënat e fundit të inteligjencës, të cilat bëjnë të ditur se qeveria siriane mund të mos ketë deklaruar tërësisht sasinë e armëve kimike të zotëruara prej saj. Njoftimet e inteligjencës nuk janë përfundimtare, por ka tema të ndryshme të informacionit që do të trondiste besimin ton, tha një zyrtar amerikan për rrjetin televiziv CNN. Ata kanë bërë disa gjëra së fundmi të cilat tregojnë se Siria nuk është gati të heqë dorë tërësisht nga armët kimike, shtoi më tej zyrtari i cili kërkoi të ruante anonimatin. Agjencitë amerikane të inteligjencës, Departamenti i Mbrojtjes, Departamenti i Shtetit dhe Shtëpia e Bardhë janë duke shqyrtuar me hollësi informacionin. Ndërkohë, i dërguari i Ligës Arabe për Sirinë, Lagdar Brahimi, njoftoi se konferenca e paqes, që ai kishte shpresuar të mbahej këtë muaj në Gjenev, është shtyr për më vonë. Përpjekjet për organizimin e konferencës vazhdonin primuajsh mes përplasjeve të shumta mbi agjendën e saj dhe pjesëmarrjen. Brahimi do të takohet përsëri me diplomat amerikan dhe rus më 25 nëntor. Ky është rreziku përballë asaj që paraqet sot për sot, Siria përballë një marrëveshje të rëndësishme Rusi-Shtetet Bashkuara, por edhe një rezolutë të Këshillit të Sigurimit. Për të rikthyer tek çështja, nëse Turqia, Jordania, Norvegjia ka thënë jo, pse Shqipëria duhet të thotë po? Se pare këto 3 vendet që ju përmendet janë 3 vendet që aplikojnë shkatrimin, por në këtë rast kanë refuzuar një projekt konkret të bërë për shkakun e Sirisë. Ndërkohë që kemi vende tjera europiane ose Rusia, të cilat e praktikojnë të gjë, por nuk kanë besimin e palëve të përfshirë në proces. Kështu që janë kërkuar disa vende që kanë deri diku besimin e palëve, ku bën pjesë dhe Shqipëria.
Kjo vjen edhe për natyrën tonë, Fragile, do thot, për pjekjen tonë, për qenë aktor dhe për thënë po, për gjitha llojet e kërkesa ndërkombëtare, kur të huajt hyn garant në Shqipëri. Dhe nëse ne i referohemi edhe rastit konkret, i vetmi rrezik që ekziston për ne, që është ende i verifikueshëm dhe është ende pjesë e negociata midis palëve, është çfarë do ndodh jo me shkatrim në armë, por me pasojë më pas, me mbetjet e shkatrimit të armëve. Pasi shkatrohen edhe le të themi që edhe natyra e gazrave në këtë rast është ndryshme nga ajo që Shqipëria është mësuar të realizojë në asistencën ndërkombëtare. Mirë po, atëherë pyetja që shtrohet, në një balans përfitim kosto, si mund të renditet Shqipëria përballë këtij procesi? Unë mendoj që në gjitha rastet balanca është pozitive, por ajo përsëri çfarë i mungon këtij lloji procesi është besueshmëria dhe transparenca publike. Por një vendim kaq të rëndësishëm do ishte themelore të mbledhë Këshilli i Sigurimit Kombëtar. Do duhet që të ketë një kompromis politik midis palëve, gjë praktikisht në deklarata politike është, por nuk është në rrugë institucionale. Do duhet që aktorët politikë të kenë një zë, fakti që edhe brenda vetë mazhorancës, Partisë Socialiste, kemi dy zëra të kundërt, që japin qëndrim krejtësisht kundër, do thotë mungon informacioni dhe informacioni po qarkullon vetëm. Dhe referojnë në këtë rast? Në këtë rast kemi ministrën e mbrojtjes zonin Kodheli që ka deti ku parimisht ka miratuar, ndërkohë që kemi Besnik Bara, ish sekretarin e mbrojtjes dhe zyrtari i lartë i Partisë Socialiste, i cili është kategorikisht kundër. Ju si mendoni vetë, duhet ta bëjë Shqipëria një gjë të tillë? Unë mendoj që në këto rrethana ku ne kemi hyrë, ne kemi pasur mundësi për qenë asnjënës dhe nuk kemi pranuar të jemi asnjënës, kemi pranuar të jemi NATO dhe jemi detyruar të marrim një risk dhe ky risku është, po themi, risk pozitiv në kuadrin e bashkëpunimit dhe nuk mund të na vijë keqja nga kjo gjëra. Besoj që është shumë themelore që ne të kujdesemi me gjëra të tjera më të rëndësishme se kjo. Kjo është një dorë, po themi, një investim dhe një ndërhyrje e aktorëve kryesor global. Kështu që praktikisht të gjitha garancitë fuqisë tonë, por me një garanci të plotë nga ndërkombëtarët. Shqipëria do ketë rojet, do ketë mjedisin, po do ketë normalisht është në këtë rast do themi. Megjithatë, ka edhe një sensibilitet qytetar të cilin nuk mund ta anashkalojmë. Ky është kryesore, do duhet transparencë, mungon transparenca publike. Qëndrojmë pak këtu. Ngjan se qeveria aktuale ndodhet përballë dy ngërçeve, njërit moral dhe tjetrit ligjor. Referohen pjesës morale sepse vetëm pak kohë më parë, madje vendimi i parë i qeverisë shqiptare ishte ndalimi i importit të mbetjeve, miratuar në kuvendin e Shqipërisë. Ndërkohë që një nismë e tillë është krejt pa rrezik përballë asaj që Shtetet Bashkuara të Amerikës i kërkojnë Shqipërisë për të shndruar në një vend destinacion për shkatrimin e arsenalit kimik të Sirisë. Mirëpo ngërçi ligjor vijon me pjesën tjetër. Siç dihet, pas anulimit të importit të mbetjeve, ka edhe një kërkesë të gjykatës kushtetuese, një kërkesë mbritur në gjykatën kushtetuese, një vendim ende në fuqi për mbajtjen e një referendumi në datën 22 dhjetor. Atëherë është vetë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që hyn në lojë duke kërkuar një interpretim nga Presidenti i Republikës. Ndjekim fillimisht kronikën për të zgjidhur pak ngërçin më pas. Mbartja e referendumit popullor për ndalimin e importit të mbetjeve ndodhet në udhkryq, në kushtet kur gjykata kushtetuese ka vendosur të marrë në konsiderat propozimin e Aleancës kundër importit të mbetjeve për të mbajtur referendum popullor me datën 22 dhjetor dhe kur qeveria ka anulluar ligjin e mbetjeve, referendumi mbetet pa objekt. Në këto kushte, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ishte drejtuar Presidentit të Republikës për të shprehur për dekretin e tij. Pra kemi dekretin dhe ndërkohë nuk ka objekt të referendumit dhe sigurisht kërkohet prej tij dhe zgjidhja tërheqja e dekretit apo diçka tillë, po për të zgjidhur, për të sqaruar themi këtë moment që në një farë mënyrë sjell një lloj sensibiliteti. Hyrja në fuqi anullimit të ligjit të mbetjeve me datën 12 nëntor kërkon nga ana e Presidentit të Republikës të shprehet mbi dekretin për referendumin. Në këto kushte kemi përballë dy procese të cilat kundërshtojnë njëri tjetrin. Nga njëra anë është dekreti i Presidentit që na imponon për të nisur procedurat e zhvillimit të referendumit dhe nga ana tjetër për shkak të një vendimi të Parlamentit dhe miratimit që i ka dhënë Presidenti i Republikës, tashmë jemi pa objekt referendar. Për Agon Channel, Anduela Andreu. Dy ngërçe që do të kërkonin transparencë përballë publikut e sidomos organizatave të interesuara drejt për drejt dhe që kanë shndruar në kaos çështjen e importit të mbetjeve apo edhe çështjen e shkatrimit të arsenalit të armëve kimike. Së pari organizata e cila mori nismën gaboi kur e përkrau automatikisht vendimin e qeverisë. Dhe sot ka filluar kritika për vendimin e tjetër që lidhet me armët kimike, sepse ajo përfaqëson 60.000 nënshkrime dhe do duhet t'i pyesë 60.000 vetat për vendimin që do merrte të armën. Së dyti, zyrtarisht ne kemi një ngërç kushtetues, nuk është kaq e thjeshtë. Presidenti ka shpall një datë e cila është kushtetuese dhe pavarësisht se mungon objekti, Presidenti nuk ka një mekanizëm për ta kthyer dekretin më pas. Ne kemi pas dy raste kur dekreti i Presidentit ka psuar ndryshim,
por ka qenë shtyrje, jo anullim. Ka qenë zgjedhje vitin 91 nga Ramizalia dhe zgjedhje vitin 97 lokale nga zoti Mojsiu. Por ka qenë në dy raste me konsensus të madh partijak, gjë që nuk po ndodh në rastin aktual. Do duhet që të kemi dy lloj rrugëzidhjesh, ose presidenti i Republikës të takojë gjithë aktorët kryesorë politik dhe ata të bien dakord që presidenti do thotë të shkel kushtetuesën për hir të gjithë një marrëveshje politike mbi ligjin jemi mësuar. Ku asnjëra palë nuk bën ankesë, ose dyta partia socialiste vet, ty i adresohet gjykatë kushtetuese për të thënë unë kam rrëzuar objektin dhe si të tillë do duhet të anullojmë referendumin. Por unë e shoh për te kësaj, ne humbëm shansin për pas referendumin e parë në Shqipëri dhe ky është lajm i keq për shqiptarët. Dhe dyta, siç jemi mësuar me qeverit, gjësa një qeveri anulloi ditën e parë dhe ditën e 90 miraton ardhin e armëve kimike, do thotë një qeveri ose kjo ose një qeveri tjetër mund të kthejë prap ligjin e plerave. Dhe prap do na duhet mbledhim firma për të bërë referendum. Kështu që ne meritonim të bënim një referendum në Shqipëri dhe ta përcaktonim përfundimisht që Shqipëria nuk mund të ishte vendi i plerave të importuara. Dhe ndoshta bëhet Siria rasti për një referendum të tillë sepse është paralajmëruar me një protestë nesër në Aleanca kundër importit të vetëve ta kërkojë. Nuk bëhet referendumi për shkak sepse ne kemi detyrime ndërkombëtare. Dhe duke qenë një vend ku kushtetuta jon është, po themi, nivel më tullet në raport me detyrimet ndërkombëtare, në çdo rast organet vendimmarrëse përfshirë gjykatën kushtetuese do japin prioritet detyrimeve ndërkombëtare. Atëherë një spirale ngërçes e cila në fund të ditës lë aktorë të tjerë për vendosur përballë asaj që mund quhet shprehja e interesit publik. Po, në këtë rast është një rast i mirë për të kuptuar që si institucionet vijnë provë dhe duhet kanë përgjegjësi themelore për para qytetarëve dhe duhet të jenë shumë transparent për qytetarët. Gjë që mungon në dy raste, qoftë për referendumin, qoftë edhe për sjelljen e armëve kimike. Në periudhën më të hershme të punës së qeverisë Rama, zoti Krasniqi ju falenderoj për këtë analizë të një çështje e cila shërben si dritare për të kuptuar të tjera, ndoshta edhe raportin e publikut me institucionet e institucioneve me zvedi. Faleminderit që ishit në studio me ne. Isha me zotin Afrim Krasniqi për të komentuar të nderuar teleshikues edhe çështjen më të fundit të debatit nëse Shqipëria mund të shndrohet në një destinacion shkatrimi të armëve kimike, por edhe çështje të cilat lidhen me ngërçe morale apo institucionale në cilat ndodhet aktualisht qeveria në raport me disa institucione të rëndësishme shtetërore. Do të vijmë flasim për tjera informacione të kësaj dite, duke u ndalur pikërisht tek një çështje e cila përbën atë të ditës, pas dy firmave kryesore që kanë marrë në dorë të bëjnë auditimin në shtetin shqiptar, si të doganave, ashtu edhe auditim të borxheve që shteti i ka bizneseve. Një firmë e tretë do të shtohet për të bërë auditimin e thesarit të shtetit, një tjetër kompani që paguhet miliona lek për të kontrolluar miliona të tjera. Në mes të nëntorit bëhet tenderi. Një tjetër faturë e kripur financiare do t'i shtohet arkës së shtetit për 2 vitet e ardhshme. Ministria e Financave sfidon krizën që trumbeton së fundmi me një tjetër iniciativë që lidhet me kontraktimin e një kompanie e cila do të konsultojë thesarin e shtetit. Financat lajmërojnë procedurat e një tenderi 8 milion lekësh të reja për shërbim konsulence për sistemin e thesarit, i cili funksionon online në faqen e ministrisë. Tenderi do të zhvillohet në datën 14 nëntor dhe kompania e cila do të shpallet fituese do të kryejë shërbimin e konsulencës për një periudhë 2 vjeçare. Në dokumentin që Agon Channel zotëron, Ministria e Financave sqaron se objekti i procedurës së prokurimit është shërbim konsulence për sistemin e thesarit, kundrejt një fondi limit 6.700.000 lek pa TVSH, ose 8 milion lek me TVSH. Kompanitë e interesuara duhet të dorëzojnë ofertat deri në datën 14 nëntor. Mirë po, dyshime të forta shtojnë, po të kemi parasysh se 2 kompani angleze tashmë kanë parëndeduar auditime të rëndësishme në Shqipëri. Pse e them një gjë të tillë? Daily Telegraph sot ka publikuar një kamera të fshet e cila implikon zëvendës presidentin e konservatorëve britanik në afera të dyshimta me politikanët shqiptar. Regjistrimi në mënyrë të qartë tregon se si Britaniku është shprehur për 3% të shumës së investimeve që ai do të sjellë në Shqipëri dhe 3 sterlina që duhet i paguajnë zyrtarët shqiptar në rast se ai ndërmerr një iniciativë të tillë. Ndërkohë që ai flet për raportet forta me zyrtar të lartë shqiptar, përfaqësues të majorancës dhe të opozitës. Skandali më i fundit i publikuar në të përditshme britanike dhe Daily Telegraph trondit politikën shqiptare. Deputeti Mark Pitchard është munduar të shfrytëzojë njohjet me politikanët shqiptar duke ndërmjetësuar favore për investime në vendin tonë. Gazeta shkruan se ai ka kërkuar 3.000 sterlina në muaj për konsulencë dhe 3% të shumës për çdo marrëveshje. Le të themi se ju po ndërtoni një hotel për 3 milion ose 5 milion sterlinash. 3% të kësaj shume pas firmosjes dhe mbylljes së kontratës i marrun. Thot deputeti gjatë bashkëbisedimit me 2 gazetarë të maskuar si biznesmen të cilëve ju sqaron skemën e mënyrës së investimit në Shqipëri. Pitchard siguron biznesmenët e rem se investimet e tyre mund të realizohen fal njohjeve të tij. Unë jam shumë mik me të gjithë atje dhe ata duan investime.
Të jem tërësisht i hapur. Unë njoh kryetarin e bashkisë, njoh kryeministrin, njoh kryetarin e parlamentit. Të gjithë i përkasin partive të ndryshme politike. Shprehet deputeti konservator. Videoja e fshehtë ka sjellë reagime në mbar opinionin publik anglez, pasi rregullat parlamentare britanike i ndalojnë deputetët të përfitojnë përmes pozitës së tyre. Por skandali The Daily Telegraph pritet të shkaktojë reagime të forta edhe në Shqipëri, por ndoshta jo nga politika, pasi siç pranon vetë deputeti britanik, ai i ka miq të gjithë palët. Evazioni fiskal është një sëmundje vjetër e ekonomisë shqiptare, më shumë se gjysma e saj vepron në një aktivitet informal dhe raporti që të ardhurat nga tatimet zëndaj prodhimit të brendshëm bruto e rendit Shqipërinë të fundit në rajon apo afër vendeve afrikane. Për të sjellë në shinat e dura të ardhurat tatimore, vetë drejtoria e përgjithshme ka njoftuar një aksion masiv në të gjithë vendin. Detajet e sjell Blerina Zyleftari. Buxheti i shtetit u mbet çdo vit miliona dollarë për shkak të evazionit fiskal. Qeveria shqiptare ka shpallur luftë këtij fenomeni, duke luftuar si fillim evazionin fiskal që sipas ekspertëve të ekonomisë është më i kapshëm dhe më i matshëm, siç është ai që kryhet në biznese me aktivitete të përditshme. Kemi evazion fillestar për të zbuluar, siç është ai vlora e fatit që është diskutuar shumë. Këto koprat që mjafton të shihen dhe të numërohen, të ardhurat fiskale mund të rriten lehtësisht nga 20 deri në 30%. Administrata tatimore do të përfshihet në një aksion të pazakont në 2 muajt në vijim me qëllim gjetjen e bizneseve që nuk figurojnë të regjistruara. Kontrollet do të shtrihen në të gjithë vendin pasi tatimet kanë të dhëna se shumë biznese ushtrojnë aktivitet tregtar dhe nuk figurojnë pranë organeve tatimore, duke krijuar evazion të pastër fiskal. Aktualisht të ardhurat tatimore kontribuojnë në prodhimin kombëtar vetëm me 23%, e cila është një shifër anemike për shkak të evazionit dhe përfaqëson nivelin më të ulët të këtij treguesi në rajon. Kemi shkuar këto vite drejt pragut afrikan dhe jo drejt pragut 30% që mund të konsiderohet i vendeve më të dobta në Ballkan. Vetë kryeministri Rama ka deklaruar se synimi i qeverisë së tij është të reduktojë evazionin me qëllim shtimin e kanaleve të ardhurave në buxhet, të cilat deri tani po rikuperohen vetëm përmes marrjes së borxhit të ri. Por kjo është vetëm një ranë e medaljes, sepse tjetra janë bizneset. Dhoma Amerikane e Tregtisë jep goditin e parë qeverisë së re, lidhur me politikat tatimore që po ndiqen. Kur vjen fjala tek imazhi tatimor, bizneset përgjithsisht kanë tendencën ta shohin gotën gjysmë plot. Mirëpo në një aktivitet dhomës amerikane të Tregtisë i është kërkuar qeverisë që të ndryshojë sjelljen e administratës tatimore nga abuziviste në më normale, sepse mund të largojë investitorët në të kundërt. Dhoma Amerikane e Tregtisë i dhason një paralajmërim të fortë qeverisë së re për sjelljen abuzive të administratës tatimore. Në një tryezë të përbashkët me përfaqësues të biznesit dhe drejtorisë së përgjithshme të tatimeve, presidenti i investitorëve strategjik amerikan në Shqipëri, Mark Crawford, tha se aktet e fundit të punojësve tatimor po friksojnë investitorët dhe po i largojnë drejt vendeve të tjera. Procesi i rimbursimit të tatimit mbi vlerën e shtuar është selektiv dhe sipërmarrësit janë të detyruar të paguajnë në dorë. Disa nga anëtarët e dhomës tonë se nuk e marrin të vëshën, por duhet të paguajnë 20 deri në 30% në dorë. Këto janë ndikime negative për investitorët e huaj. Ata nuk janë naiv. Kjo do i largojë drejt vendeve të tjera. Përballë kësaj situate, drejtoresha e tatimeve u dorëzua pa dhënë ndonjë zgjidhje konkrete, por thjesht pranoi që korrupsioni ka prekur majat në administratën që drejton prej një muaji. Mos pranoni ta paguani rishpetin në dorë, për sa kohë sot, keni një drejtor të përgjithshëm që do vi të ulet këtu me ju, t'ju hapi derë në zyrë në çdo moment, të hapi telefonin në çdo sekond, minutë dhe orë të ditës dhe të natës, të jetë me ju. Dhoma Amerikane e Tregtisë propozoi ndryshime në ligjin për procedurat tatimore, i cili aktualisht parashikon si kusht pagesën paraprake të detyrimit tatimor. Dhoma Amerikane propozojnë që kjo faturë duhet paguar pas marrjes së një vendimi të formës së prerë nga gjykata. Por qeveria e re atakohet edhe në nismën më të fundit të Ministrisë së Drejtësisë për ngritjen e Byrosë së Hetimit në varësinë e Ministrisë së Brendshme për hetimin e zyrtarëve të lartë. Është shoqata e avokatëve penalist, drejtuesi së cilës pason qendrimin e kryetarit të gjykatës krimeve të rënda, që i kërkon Ministrisë së Drejtësisë të sqarojë një herë mirë kompetencat e kësaj byroje, pasi ka mbivendosje kompetencash, ndërkohë që bëhet fjalë për një draft të Ministrisë së Drejtësisë që ende është duke u diskutuar midis grupeve të interesit pa u formalizuar. Projekti i qeverisë së re për krijimin e Byrosë së Hetimit ka marrë vëmendjen e shoqatës së avokatëve penalist. Në një prononcim për Agon Channel, kryetari i kësaj shoqate, Samir Visha, tha se parimisht është dakord me nismën e qeverisë, por kërkon nga Ministria e Drejtësisë
rishikimin e kompetencave dhe mënyrën e funksionimit. Ndryshimet e fundit në kodin e procedurës penale parashikojnë hetimin e gjyqtarëve, prokurorëve dhe zyrtarëve të lartë nga byroja e hetimit. Nuk mund të ngërëm struktura paralele, por kjo byro patjetër do të jetë në bashkëpunim dhe bashkëveprim patjetër me prokurorinë e përgjithshme, sepse i vetmi organ procedues sipas Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë është vetëm prokuroria e përgjithshme. Kryetari i shoqatës së avokatëve kundërshton edhe kalimin e 21 veprave penale të korrupsionit për hetim dhe gjykim tek krimet e rënda. Për sa i përket marrjes kompetencave nga ana e gjykatës krimet të rënda, ne kemi ngritur zërin dhe vazhdojmë. Ne kërkojmë shkrirje, jo rritjen e kompetencave në mënyrë artificiale. Për këto shqetësime, kryetari i shoqatës së avokatëve penalisti është drejtuar me një shkresë Ministrisë së Drejtësisë nëpërmjet së cilës kërkon rishikimin e draftit dhe kryerjen e ndryshimeve përkatëse. Më herët projekti i qeverisë për hetimin e korrupsionit nga byroja e hetimit u kundërshtua edhe nga kryetari i gjykatës së krimeve të rënda me argumentin se ajo dublon punën e prokurorisë. Do të vijmë të edicion lajmesh me një përmbledhje zhvillimesh kryesore, fillimisht nga rajoni dhe më pas në Bashkimin Evropian, ku dy kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë, Thaçi e Dačić, ndajnë qëndrime të kundërta në Bruksel lidhur me procesin zgjedhor të zhvilluar në Kosovë. Greqia është duke përjetuar orë të vështira për shkak të grevës 24 orëshe të punonjësve të sektorit publik, dhe meqense po flasim për pasojat e krizës financiare, më bashkë në kulmin e saj, në Bashkimin Evropian nga auditi financiar rezulton se janë shpërdoruar plot 6.6 miliard euro fonde. Dy kryeministrat, Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić, janë përplasur në Bruksel për zgjedhjet lokale të mbajtura të dielën e kaluar në Kosovë. Për kryeministrin kosovar, vendi ja kaloi me sukses testin ndërkombëtar, por Dačić mësoi se ka kërkuar anulimin e zgjedhjeve në veri të Kosovës. Në përfundim të takimit, shefja e diplomacisë europiane, Catherine Ashton, u shpreh se palët u pajtuan për përmbylljen e suksesshme të procesit elektoral në veri të vendit. Greqia është paralizuar nga një greve re e përgjithshme 24 orëshe në punësve të sektorit shtetëror dhe atij privat. Në të gjithë vendin ka pasur probleme në shërbimet e administratës shtetërore dhe lokale, në banka, gjykata dhe shkolla. Bashkimi Evropian shpërdoroi 6.6 miliard euro fonde nga buxheti i tij gjatë 2011-s, çka përbën një rritje nga viti më parshëm, u provua në një auditim të brendshëm financiar. Rezultatet e kësaj analize u publikuan në raport përfundimtar. Norma më e lartë e shpërdorimit ishte në sektorin e zhvillimit rural dhe mjedisit, me 7.9% të totalit të përgjithshëm të investimeve.